Allahu Akbar walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamd. Dhe ja që ku jemi në festën tonë, e cila është fest e imanit, fest për ata të cilët e kanë adhuru Allah në zëgjel, për mësë se ki kamel, për mësë ki kamel. Në festën në të cilën ata cilët e kanë adhuru Allah në zëgjel, dhe në festojnë këtë fest në ato që Zoti ja ka obligu. E kjo fest, o ju vëllezër, është knasia që e kemi arritur gjatë mujit të Ramazanit. Dhe kjo fest, o ju vëllezër, është të cilën ndoshta e nusë Allah që t'jemi krejt për tëre, që e kemi fitu gjennetin e Allahët dhe muslimane ka kur t'fitan dishka, ban të këbire. Por që ata Allah ka thonë, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. Kur i plecani ditët e agjerimit, kur fitani, tukebbiru Allah. Bani Allahu Akbar. Allah na do gjithë për të, ja Rabbil Alamin. O ju vëllezër, me juve do me qenë një temë e cila është e domosdoshme. Shumë nga ne na shka mendja, ana ka pranu Allah Azza Jall ajo. E na do të flasme shenjat e pranimit të adhurimit që kemi bërë mrena në Ramazan. Në qoftë se këta shenja shfaqen tek na, mbas Ramazanit, e fshir, përgëzoj, Allahu ta ka pranu adhurimin që i ki bërë. Qala Fudayl ibn Iyad, njënë për të bëndë, Fudayl ibn Iyad thot, Inna Allaha la yuqbalu min al-amal illa akhlasahu wa aswabahu. Fudayl ibn Iyad thot kështu. Më vërtet Allah Azza Jall nuk pranon prej veprave të mira vetëm ato vepra të cilat janë të sinqerta dhe sipas sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që na falënderojmë Allahun Azza Jall që na ka mundsuar në Ramazan me adhuru Allahun me sinqeritet dhe kemi bërë vepra sipas sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Allah Azza Jall Innama yataqabbalu Allaha min al-muttaqin. Më vërtet Zoti pranon për njerëzve të devotshëm, për robët e devotshëm. E gjitha agjerimi jonë, çka ka qenë? La'allakum tattaqun, na arrit devotshmëri. Në qoftë se pas Ramazanit e vren vetin që tu ka shtu devotshmëria për ju bindës Allah Azza Jall, pa adhuron Allah Azza Jall, dijeni që është një shenjë e pranimit të adhurimit. Shenjat për pranimit të adhurimit është ju vëllezër, adama ar-rujuu ila dhanb. Asnjëherë mos më kthy ma tek mëkatet. Që shki qenë para Ramazanit ki bu mëkate, caktune, kështu të merat, e ki hinë Ramazan, e ka mundësua Allah zë që hinë Ramazan, me kry Ramazanit, bas Ramazanit në qofë si je prej atëre që nuk kthejesh ma në ato mëkate që i ki bu, është shenjë pranimit të agjerimit tanë. Për ta, thëjnë të parë tonë, idha dhekara al-abdu dhunuba wa kariha an ya'uda ilayhi falya'lam annahu maqbul. Në qoftë se robi e urran atë mëkat të cilën e ka bërë më përpara, thotë në mo këtë mëkat nuk e du, mas Ramazanit thotë le ta din mirë se Zoti e ka pranu agjerimin e tij, e ka pranu veprat e tij. Qala Yahya ibn Mu'adh, thot njëri prej të bëndëve Yahya ibn Mu'adh, men istaghfara bilisanihi wa qalbuhu ala ma'siyah fa sawmuhu alayhi mardud. Allah na ruaj. Thot ai cili ka kërku istighfar, Allah Azza Jall me gjuhën e tij, mirë po knasia e zemrës e ka po të taj që mas Ramazanit do në kthejna në mëkate, e ka ati ishin, a ka shku Ramazanit, bëllit qëtash punë me bërë, punë të fleshta me bërë, subhanallah, qka përdo të bëni mirë, thot leta dhe një që agjerimi ti është i refuzun nga në Allah Azza Jall. Mbroni veprat e ju, mbroni agjerimin e ju, mos
i folë zemrës tonë me thonë kështu. Shkej Ramazani jemi të lirë qëtash. Jo kështu. Po shkej Ramazani edhe ma të mirë. Me majt ata që ke bërë në Ramazan. Me rujt zemrën, trupin tonë dhe veprën tënde. Pastaj o vëllezër, Peshenat pranimit të veprës është zjedu ta'a, shtimi i adhurimeve. Këbo e ke adhuru Allah në Ramazan, edhe mas Ramazanit vazhda me adhuru Zotin tonë. A i cile e ka adhuru Ramazanin, shkaj Ramazanin, se ka njetë që adhurujnë Ramazanin, e edeni këta. Po, ka njetë që adhurujnë Ramazanin, a më shkaj Ramazanin, ama a i cile ka adhuru Allahun, është i gjallë i përtekshëm. E adhuran Allahun, deri sot i del ati i shpyrti. E adhuran Allahun muslimane. Shëtë që në bas Ramazanit me ishtu adhurimet për Allah në zëgjel. Qale l'Hasan, inë min gjezaj l'Hasana ba'daha. Prej pranimit të shpërblimit të vepër, që prej pranimit të shpërblimit, ta pranavet të shpërblim Zotit, është që në bazë punëve të mira, ja ke qenë derën punëve të mira. E ke bërit mirë, shkan të punë e mirë tjetër. E prej pranimit në vepër se keqe që Zës të pranat, është që kur te në bazë asoj vepër të mirë, e pasan dhe të keqe. Kej bjanë që së të ka pranu Allah zëgjë. E në qënë si të në basë Ramazanit, ke bu punë të mira, dhe vazhdojnë prapë me bu punë të mira, prapë me fa namazin, prapë me mujtë e vazhëm, prapë me licu Koran, gjitha adhurime që i ke po në Ramazanit, dhe është Ramazanit jam. E në qënë si për i tëre, është shenjë që Allah zëgjel të ka pranu agjerimin tonë. Qale Hasan, thot Hasan el-Basriju, këto fjallë që i thash para pak minutave, që të dy fjallë janë Hasan el-Basriju. Thot Hasanin, ja ibn Adem, in lem të kun fi zjadeti, të endët nuksan, o i thirë, o bitë të Ademit. Në qofë se ti nuk ishtan adhurimet, bas adhurimeve, po thot, që ka kam bitë të këti vetë se, da më thonë, paksimi i veprave tua, apo mos pranimi i veprave tua. Që ka më thonë këta? Se herë që njeriu e shtan adhurimin, pas një adhurimi, kja jep me kuptu që është pranu vepra. Se herë që njeriu pas adhurimeve, nuk ishtan ato adhurime, kja jep me kuptu që Zoti se ka pranu da më thonë vepra. Andaj, kujdesni o gjematli, pas adhurimit, shtani veprat e mira nga se pranohen tek Allahu Azza wa Jall. Pastaj le të ngushtohen pak edhe një 10 minuta derisa të vjen koha dhe ka vënë edhe a poshtë. ke mundësi ka pak më ngushtu Që me hiso ma shumë, edhe që s'po vend ka edhe poshtë vend inshallah. Këto dhe Allah Azza wa Jall ka thonë në Koran, në surën Mujaddala është një ajet që Allah ka thonë me gjelise në ngushtano, Allah ju mshirot. Dhe kena qenë prej sendeve që profeti sallallahu alaihi wasallam ka thonë sahabëve në ngushtano që me pa tapësia dhe tjerë. Allah shpërimet të mira, kështu që po e tham ato që ka thonë Zoti. Ngushtano, Allah ju mshirot. Prej shenjave të pranimit të veprat, thebet ala ta'a, përqëndrimi në punë të mira. Ashtë që shtanë, ju vetëm Ramazan në adhuru Allahun, edhe kaq. Ju edhe bas Ramazanit bëhu i qëndrushëm. Qëndrau në dinin e fejnë Allah të zëgjet. Qëndrau në adhurimeve ndaj Zotit. Që shka thonë për Ameru sallallahu alaihi wasallam, men asha ale shejin, mata alej. Kush ka jetu me diçka nuk stop me ta, qashtu ka me vdek. Në qënë se ki jetu duke adhuru Allah, ki me vdek duke adhuru Allah. E në qënë se ki jetu sezona, qashtu ki me vdek, me sezona ki me vdek. Sot nesër, jo. Për qëndrau gjithmonë duke adhuru Allah, ki me vdek duke adhuru Allah. Ka qenë i sahabit një këthiri të rekan, në tefsirin e ti, si edhe hadithe dhe komenteve të ajeteve. Të ka qenë i sahabit shumë i ka dosht adhurimet. Në ekstrem, bërëm sahabët kanë dëshmu për ta. I ka rujt adhurimet, i përpik në adhurime. A të një që ka ndurë me ta? Në kone haqe, të e bë tawafin me devën e ti,
Se oprisionetit është edhe me deve me po. E sa dhe kemi na, kush ka shku në haqë, atë i shenë edhe kolicat, ata. Në kone për ametë dhe ka blaka po, kam pot edhe me deve që kam bota rafi. Qka ka po, devja ka morë thu. është dërcu devja dhe e kanë zonë ato. Ndën e ka myrë. Kanë shku të për me i ka thonë, filani Sabia, po të kujtohet dhe të Allahut po. Qështë këtë metod ka vdek, në këtë situatë ka vdek. Që ka thonë për Ameri? Mos janë bolani ka thonë kokën. Lene që është në gjenazë, kush ka vërru se din. Nuk u dza me janë shpëru ftyrë dhe me vërros me ftyrë, jo. A për Ameri shka po thotë, jo, qenja ftyrë, lene që është, se këtë ka me tonë ditën e gjykimit duke bërë të lbije. Lebejk Allahumma lebejk, subhanallah. Qysh ka jetu me adhurimi, ka po qef adhurimet, Allah e ka më cumë të tek. Kështë që edhe na, t'jemi përqëndrushëm në adhurimet ndaj Zotit. Se qysh i kemi adhurimet, jetesën, që ashtu do shtë në vjen edhe përfundimi. E njeri ju nuk e adhuran Allahun, që shka thonë Allahun Koran, o ja'budun ale në harf. E adhurin Zotit kur kanë nevoj, kur kanë qef. Po vjen Ramazani për adhuraj, qefi jam është. Mas Ramazanit s'ka, ki nevojti për Zotina, Zotin nuk është kështë. Zotin do të më adhuru non-stop, edhe në basë Ramazanit. Mira Zotin sejde, me lutë Allah, me agjeru, me bukun të mira. Me qeni qëndrushëm, ndaj adhurimeve të Allahët Azza wa Jall. Pasaj vëllezër e fundi që për e ceki, për shenjave të pranimit veprave në basë Ramazanit, është edhe këril e akhira. Me e kujtu akhirete. Pse me e kujtu akhirete? Se njeri kur ta kujtan akhirete, qka të bje men ty kur ta kujtan në ato minuta akhirete? Kere, familja, thmit, apo vepra e mirë? Jo vepra e mirë, e të që kemi i mvarë, e të që kemi dollë për Allahit, të jetim bashkëmirë, edhe hish pak thonën e ty të në zemrën tonë, vetë zemrën të furë, të hej, vepën do të tek Allah, nuk lypë zotin a i sen tjetër. Ta thonë adhurimi, me kujtu ahiretin, pse? Ta kujtan vepër. Ta kujtan që ahireti, ati po nga për zyra, kërjanë të janë me përshamë i kine me sendet pa tjetër, s'ta pranan dokumentit, atë ja, edhe qëto të të lokanë se zbat, dhe ju një dëshmiton të që jetanit që shkam dhërë me juve. Për pak ma se ma të vërë dhe të ja, qëto, edhe në akhirat zotit të banë, ja, vepër. Po e vepra, kusht vepra. Apo në akireti kujtane, nga se cilë tek vepra e mirë. Thot, kane bu dërda, idha ra'a gjenazeten, kale idhdu fe inna rahiun, o rruhu fe inna gadun. Tërgojnë për e bu dërden. Thot, kur ka po a i gjenaze kur ka po, i kam thonë kështë. Vetit, nëso herët, dhe je sigur të i në rahiun, se ti je njësur. A më thonë me si thuj vetit, se në gjumë që për njësur. Jo, ti je njësur që ka po gjenazë. A thonë, ti je njësur për akjerë. Gjollë për gjumit. A më thonë hajtë nesër, që qëta është të zemë vdekja. Nesër të zemë vdekja. Ti je njësur, i njësur për me shku në akjerë. Por ruhu fe i në gadun. Dije mi që ti të shku me një rrugë që nuk ka më këthe. A thoj të shku në akhirat, vetë fjora për të kalëzën, akhirat e përgjithshme, qka ki buktu ki me gjithë atje, me ato ki me jetu gjithmonë tani. Kjo është të jullëzë për e gjotë ma shumë. Kjo është për shenjave të pranimit të veprave në Ramazanin tonë, në qofë se na e kujtu me ahiretin. E kujtimi ahiretit në këtan të vepra e mirë, e që në unë adhurimet tona. E lusë me Allah në Zogjel, që ti jemi për i tëre, ja Rabbil Alamin, gjitha këto shenja që i ceka shpejt e shpejt, ti jemi për i tëre që mi rujt veprat e tona dhe me qenë pranushëm me këto shenja që na i cekum, ja Rabbil Alamin.